E teksa kemi lënë pas qytetin e Përmetit me bukuritë e tij falë rikonstruksionit që i është bërë rrugës Përmet-Korç, zgjodhëm ta përshkonim gjatësinë rreth 110 kilometra duke bërë fillimisht një ndalesë në Farmasotira, në bashkinë e Ersekës. Farmasotira është një vend pushim rural në jug të Shqipërisë, e vendosur në rezervatin Gërmej-Shelegur. Ajo është një fermë dhe agroturizëm perfekt për ata që kërkojnë relaksim, qetësi dhe heshtje. Në një lartësi prej 1000 metrash para nivelit të detit, ky vend pushim familjar, i rrethuar nga liçene, male dhe pyje, ku jetojnë arinj, uqër dhe derat e egër, është një perle vërtet. Ne vizituam atë vetëm për pak qaste, ku shijuam një lëng të freskët, pije tradicionale e nxjerr nga bimësia këtu. Ndërkohë turistët, kryesisht ata francezë, dominojnë në këtë vend. Si vendodhje, Farmasotira shtrihet në rrugën midis Përmetit dhe Korçës, larg plazheve të mbushura me njerëz të Adriatikut dhe Jonit. Ky rajon i nënvlerësuar shqiptar, rreth 15 kilometra nga kufiri grek, është një mrekulli natyrore. Do gjeni një vend pushim ekologjik me struktura druri. Menaxhohet nga Jonida dhe Jetoni, një çift që e themeluan këtë vend në vitin 1998. Një vend ku heshtja, qetësia dhe respekti për natyrën takohen dhe përzihen në mënyrë të përkryer. Restoranti lokal ofron një menu sezonale me prodhime të freskëta nga ferma. I rrethuar nga një pellg me peshk, ky është vend ideal për të shijuar specialitete lokale, ndërsa relaksoheni me timujt e ujit dhe natyrës. Do ju sugjeronim të porositni trofë lokale, byrek tradicional me spinaq dhe djath ose qumësh dhe sallatë freskët. Gjithçka është aq e shijshme sa duket. Këtu janë kujdesur edhe për krimin e një këndi me bimë medicinale, të cilat fare mirë mund të shërbenin edhe si dhurata të vogla për miqt që ju presin në vendet ku jetoni. Në Farmasotira mund të zgjidhni midis një game aktivitetesh të ndryshme, si ekskursione me kuaj, ecje në natyrë, not në pishinën e mbushur me ujë burimi dhe ciklizëm. Eksploroni zonën përreth dhe arrini në banjo termale të Sarandopolos, një paraqëse vërtet natyrore disa kilometra larg fermës. Gjithashtu, Farmasotira është vendi i parë në të gjithë Shqipërinë që ofron kurse apiterapie nga prilli deri në shtator. Kjo praktikë shëruese bazohet në një sër trajtimesh që synojnë të rikuperojnë shëndetin fizik dhe mendor me produktet e mbledhura, transformuara dhe të sekretuara nga bletët. Udhimi ynë është bërë para se ferma të bësonte një djegje të pjesshme të saj. Shpresojmë që gjërat e shmot të jenë rikuperuar dhe aktiviteti i farmës të vijojë normalisht, pasi konsiderohet një ndër vendet kryesore në Ersek. Me përfundimin e rrugës, në atë zonë ka nisur të lulëzojnë edhe shumë agroturizme të tjera, gjë që e bën atraktive këtë pjesë të bukur të Shqipërisë. Ndalesën e radhës do e bëjmë në qytetin e Serenatave në Korçë, aq shumë të dashur nga vizitorët, me syre dhe mjaft shkodran. Pak historik për këtë qytet elitar të turizmit shqiptar. Ndonë se qyteti Korçës është themeluar këto 5 apo 6 shekujt e fundit. Zona e Korçës është një nga vendet e Evropës juglindore që është banuar më herët. Gërmimet kanë nxjerrë në dritë vare dhe fortifikime ilire. Në vitin 1440 osmanët pushtuan zonën e Korçës. Qyteti modern u formua në shekullin e 15 kur Ilyas Bey Mirahori e zhvilloi Korçën sipas urdhrit të Sultan Mehmetit II. Por xhamia ishte ndërtimi i parë i Ilyas Bey Mirahorit, sepse përreth lulëzoi pazari i vjetër i Korçës. Qyteti nisi të lulëzoi pas bastisjes së Voskopojës nga trupat e Ali Pash dhe Pelenës në vitin 1788. Ndërmjet viteve 1769-89 në Korçë
erdhën shumë familje voskopojare, të cilat i dhanë qytetit pak nga lavdia e Voskopojës. Në vitin 1783, qyteti u bë pjesë e Pashallëkut të Alipash Tepelenës. Gjatë shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20, Korça u bë qendër e rëndësishme e rilindjes kombëtare. Kështu, në vitin 1887 u hap shkolla e parë fillore në gjuhën shqipe nga organizata Drita, ndërsa po në Korçë, në vitin 1891 u hap shkolla e parë për vajza nga familja Qiriazi. Duke i qëndruar në pushtimin fashist dhe nazist, qyteti u bë një qendër e rëndësishme e rezistencës komuniste. Themelimi i Partisë Komuniste u shpall zyrtarisht në Korçë në vitin 1941. Me vendosjen e sistemit të komunist të pashlirimit, u ndoq një politikë diskriminuese ndaj të pasurve dhe kundërshtarëve politik. Kështu më njëherë pas luftës, një valë e re emigracioni u shpërngul për në komunitetin e shqiptaro-amerikanëve në Boston. Korça është një nyje e rëndësishme për transportin shqiptar. Qyteti ndodhet 181 kilometra larg kryeqytetit. Aksi rrugor Tiranë-Korçë është pothuajse tërësisht i rindërtuar dhe ka një largësi kohore rreth 3 orë me makinë. Korça shërben edhe si një pikë lidhje me zonën jugore të Shqipërisë. Nëse vjen në Korçë për të bërë turizëm, me siguri pazarin e vjetër të Korçës është vendi që po pret me padurim ta shohësh. Pazari i Korçës është një monument i trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Korçës. Pazari përfshin 33 blloqe dyqanesh ose 150 të tilla. Fillimisht dyqanet ishin të ndërtuara me terasa, por më pas tregtarët filluan të përforconin ndërtesat. Në pazar gjendeshin 16 hane, sot qëndrojnë në këmbë vetëm 4 prej tyre. Në pazar tregtoheshin mallrat nga Greqia, Turqia, Venediku, Trieste e të tjerë. Aty gjehet çdo gjë që nga prodhimet blegtorale e deri te bizhut e shtrenjta. Ndërtesat janë një ansambël arkitekturor, të cilat parcelizohen ndërmjet tyre nga rrugët e shtruara me kaldrën. Objektet janë 2 katëshe dhe shumica e tyre edhe me bodrum. Ndërtesat kanë gati një stil ndërtimi. Dritaret janë të gjata dhe të ngushta, e të veshura me kangjella metalike. Lartësia mesatare e objekteve të pazarit është rreth 8 metra. Sot pazari është i mbushur me vizitor. Mund të zgjedhësh orët e paradites apo dhe të mbrëmjes për ta vizituar atë. Duket sikur një miqësi e menjëhershme vendoset këtu mes të panjohurve. Ndodh që aty të kalojnë edhe muzikantë me një filharmonik e të dehesh nga tingujt e serenatave. Ata që kanë qenë këtu e kanë provuar këtë ndjesi, kurse të tjerët duhet të vinë vetë ta shijojnë. Korça ofron turizëm për të gjitha kategoritë e vizitorëve. Nëse agjensitë deri dje kanë hasur vështirësi me akomodimin, pasi mungojnë hotelet me kapacitete të mëdha, ne do t'ju sugjeronim njërin prej tyre, i cili jo vetëm ofron shërbimet mjaft të mira, cilësi, por është dhe shumë ekonomik. Nëse jeni grup i madh e thëndryshe, e keni problemin të zgjidhur. Mund të qëndroni në hotel Alysa dhe jo të shpërndaheni në 2 apo 4 vende të ndryshme. Shumë kënaqësi të vish në hotel Alysa, është shumë afër qendrës në Korçë, edhe shohim që ka një fluks të madh që nga momenti që kemi ardhur, jo vetëm thjesht prezenca e autobusit që është tu, po vizitorët e shumë që ka. Nuk e di nëse ky hotel këtë kapacitet dhe këtë fluks pune ka gjithmonë. Ju falenderojmë ju për mirëseardhjen në hotelin ton. Siç edhe ju e keni shikuar, domethënë që vihet e re, kjo është mikpritja e korçarëve dhe jo vetëm e vizitorëve vendas, po dhe atyre të huaj, dhe realisht një hotel familjar që mirëpresim vizitor nga e gjithë bota dhe Shqipëria. Kjo rutinë është pothuajse çdo ditë. Okej, ju thatë që keni vizitor nga Shqipëria. Ka dhe jashtë Shqipërisë vizitorë që vinë nga vendet fqinje apo dhe më larg? Po, kemi vizitorë që na vizitojnë shumë të huaj nga Franca, nga Gjermania, nga Greqia gjithashtu, sepse jemi vend kufitar, por dhe jo vetëm.
Ju vendosët të parët francezët, sepse edhe kur ishim te pazari vjetër mbrëm dëgjuam shumë frëngjisht. Mos është një risi ardhja e francezëve këtë vit apo kështu ka qenë gjithmonë? Ky vit mund ta quajmë një risi të francezëve në qytetin e Korçës. Korça quhet si një Paris i vogël apo jo? Si duket kjo ka shkuar atraksioni që edhe i ka sjell francezët tek Parisi i dytë i vogël i Shqipërisë. Ndalim pak se vizitorë që vinë nga Shkodra. Kuptohet dështuar, sidomos mbas Covidit 2019, fluksi i të gjithë vizitorëve në Shqipëri që dëshirojnë ta shijojnë Korçën dhe gjithë udhëtimet e tjera, por Korça mbetet si gjithmonë elitar. Me shkodranës mirë marrëdhëniet vinë, e kërkojnë. Marrëdhëniet Korçë-Shkodër përveç se marrëdhëniet e biznesit, ne kemi dhe marrëdhënie krushqie, kështu që jemi shumë afër me njëri tjetrin, bashkëpunimet janë të shumta edhe me agjenci turistike nga qyteti i Shkodrës, me grupet që ne bashkëpunojmë dhe është një bashkëpunim i suksesshëm. Okej, ne gjetëm një hotel tu, po ju dispononi dhe një agjenci dhe janë të alternuara shumë mirë gjërat. Ne mund të afrojmë edhe paketa turistike, duke marrë grupe që nga Korça me minibusat e agjencisë dhe bëjmë turin qoftë brenda Shqipërisë, qoftë jashtë, nëpër qytetet e Shqipërisë, nëpër Ballkan, nëpër Greqi që kemi afër vendet kushtare. Pra një rrezë shumë dhe gamë shumë e gjerë. Si mund t'ju kontaktojnë? Te agjencia si funksionon zakonisht? Tek agjencia ne mund na kontaktojnë nëpërmjet rrjeteve sociale që kemi Facebook, Instagram, gjithashtu dhe numrat e kontaktit që kemi të afishuar tek agjencia jonë. Agjencia turistike Xhafa Travel. Okej, dhe bëhet fjalë për grupe të vogla, grupe të mëdha apo mbulojnë të gjitha kapacitetet? Ne mbulojmë të gjitha kapacitetet. Duke filluar nga minibuzat me 8 vëndësh dhe unë sapo nisa një grup sot për në qytetin e Ohrit në Maqedoni. Duke filluar nga grupe të vogla minibuz 8 vëndësh deri në grupe të mëdha 50-55 vëndësh. Okej. Na ka qelluar të vim me agjenci turistike nga Shkodra, por kemi pasur gjithmonë këtë problemin që një pjesë do flinte te kjo bujtinë e thënë ndryshe ose shtëpi e vjetër karakteristike korçare dhe një pjesë do shkonin në një vend tjetër ndërkohë që ndaheshin grupet. Ndalemi pak këtu te hoteli. Si funksionon dhe sa janë kapacitetet? Hoteli jon ka kapacitet të bollshëm, ne disponojmë 27 dhoma të tipologjive të ndryshme. Kapaciteti maksimal i akomodimit të personave është 55 persona që akomodohen në hotel. Domethënë, ai autobusi që ka ardhur aty e ka bllokuar të gjithë hotelin, pra asnjëri nuk ka shkuar të flet diku tjetër. I vura re që kishin harmoni shoqërinë që në mëngjes dhe morëm edhe disa plane, kështu që është gjë e mirë të gjejmë kapacitete në Korçë, sepse turizmi u duk sikur para 10 viteve filloi pak si papritur në Korçë. Korça e bukur ka qenë gjithmonë, por ndoshta u gjete pa përgatitur për sa i përket akomodimit dhe ju e pas keni këtë favor. Struktura akomoduese ka mjaftueshëm në qytetin e Korçës, paktën sipas statistikave dhe nga institucionet vendore janë verifikuar rreth 3800 shtretër, por një pjesë e madhe janë me kapacitet të larta për të siguruar mjetet të transportit, të themi minibuzat të mëdhenj. Okej, lidhur me çmimet se të gjithë pyesin tani është e pika e dobët. Ne jemi në çmimet familjare, në çmimet standarde, nuk jemi në nivele shumë të larta, jemi për tregun, për klientët ekonomik të themi. Qartë, të cilët jo vetëm një ditë, mund të zgjedhin të rinë më shumë se sa një ditë dhe ta kenë si qendër për të vizituar pasaj dhe pikat e tjera. Atëherë grupi që ne sapo kemi parë dhe ju kemi akomoduar është për 3 net qëndrimi në Korçë, që do të thotë ai do vizitoj komplet rrethinat edhe vendet atraksione turistike që ka gjithë zona e Korçës, të themi. Është edhe kjo mundësi tjetër, për shembull vim vizitorë nga Shkodra, të cilët vinë me makina të vogla realisht, mund të jenë 2 makina të vogla, bëhet një grup prej 8 vetash, po mungon informacione për të vizituar vendet turistike dhe mund ta humbasin shumë kohën duke pyetur, gjë që nuk ta favorizon as infrastruktura. Ju merrni përsipër nëse këta persona akomodohen në hotelin tuaj, ti shoqëroni në pika turistike. Kjo ka qenë një pikë forte jona, që kemi shprehur bashkëpunim edhe me hotele të tjera, duke qenë se disponojmë me automjete të agjencisë, duke mbledhur të gjithë turistët që vendas dhe të huaj, ti mbledhim nëpër hotele dhe ti shëtisim nëpër gjithë qytetin e Korçës, qoftë edhe me mjetet e agjencisë që nuk kanë mundësi të shkojnë me mjetet e tyre familjare. Dhe ka patur interes, por pjesërisht, ndoshta nga që nuk e kanë këtë informacion, por kjo është shumë e rëndësishme sepse ka nga ata që duan grupe të vogla ose makinën e tyre sepse nuk ndihen rehat në grupe të mëdha, por problemin e kanë si do ta vizitojnë Korçën se nuk e di vendet ku janë. Kështu që ju merrni përsipër që të bëni guidën dhe ti shoqëroni pa humbur ata kohën. Patjetër, ne i kemi orientuar edhe në guidat që ofron qyteti, edhe në
të gjitha sajtet që ofron qyteti, gjithashtu për të vizituar një atraksion turistik, qoftë edhe me mjetet e tyre personale, kur nuk e kanë patur këtë informacion, kemi qenë shumë bashkëpunues dhe dashamirës me klientët. Okej. Një ftesë për të gjithë shkodranët që janë duke të ndjekur edhe po mendojnë sidomos të pikën e fundit, se ata e duan ato makinën e tyre personale për të ardhur. Si u t'i ftojmë shkodranët për të ardhur dhe vizituar Korçën? Atëherë Korça është e bukur edhe nuk është nevoja që ta reklamojmë ne më së shumti. Shkodranët janë gjithashtu bujar edhe shumë ikpritës dhe ne i presim për një bashkëpunim sa më të frytshëm. Se jo. Shumë gjë e mirë. Keni qenë ndonjëherë në Shkodër? Po, patjetër kam qenë tek Alaja e Rozafës, kam qëndruar 2 net në Shkodër, kam vizituar pedonalen e qytetit dhe Korça është një qytet fantastik. Okej, e dini që jemi pak në konkurrencë në thonjza me njëri tjetrin, e dini këtë. E ndjeni ju në Korçë se ne atje bëjmë gjoja se kur nuk e shprehin, por ekziston një lloj konkurrence Shkodër-Korçë. Unë nëpërmjet agjencisë turistike kam promovuar shumë Shkodrën, kam sjell shumë grupe turistike dhe për këtë arsye më pëlqen bashkëpunimi që kemi edhe me agjencitë në Shkodër. Okej, na bashkon kultura, historia dhe tashmë na bashkon edhe turizmi. Edhe turizmi, që është një pikë kyçe dhe e rëndësishme për të gjithë. Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që përmes kësaj interviste kemi informuar të shkodranët të cilët ta marrin parasysh ardhin në Korçë. Do ta kenë shumë më të lehtë nëse zgjedhin agjencinë Xhafa për travel, për t'u orientuar, po ashtu edhe Hotel Alysa. Për t'u akomoduar dhe për t'u ndjerë si në shtëpinë tuaj. Ju mirëpresim. Faleminderit shumë. Të nesërmen në udhëtimi ynë do të vijonte në pikën turistike të Voskopojës. Voskopoja moderne ndodhet 21 km nga Korça, në malet e Shqipërisë së juglindore, në një lartësi prej 1160 metra dhe me një popullsi rreth 500 banor. Edhe pse jemi në fillim të shtatorit, kohë kur u realizuan këto filmime, qyteza ka mbetur e qetë dhe me pak vizitor. Ndonë se vendosur në një vend të izoluar në malet e jugut të Shqipërisë, qyteti dikur u ngrit dhe u bë një nga qendrat më të rëndësishme të vllehëve dhe shqiptarëve. Voskopoja sipas burimeve u themelua nga Petro Muzaka, fisnik i familjes fisnike shqiptare Muzaka në 1330. Ishte një vend banimi i vogël deri në shekullin 17, por pastaj tregoi zhvillim të fortë financiar dhe kulturor. Disa shkrimtarë kanë pretenduar se popullsia e Voskopojës në ditët mes viteve 1730-60 kishte deri në 70.000 banor. Vlerësime të tjera vendosin deri në 35.000 banor. Çdo kush në qytet fliste gjuhën vlahe dhe shumë prej vllehëve flisin edhe greqisht, që përdorej për të shkruajtur kontrata gjatë tregtisë, por në fakt qyteti ishte kryesisht i populluar nga vllehët dhe mbi 1/3 shqiptar. Ky fakt konfirmohet nga një analizë e vitit 1935 e mbiemrave të familjes, që tregon se Voskopoja ishte populluar nga vllehë, por dhe shqiptar. Një shtëpi botuese operonte në Voskopojë dhe ishte e dyta në perandorinë otomane pas Stambollit. Plaçkitja vitit 1769 nga trupat myslimane shqiptare ishte një nga seritë e para të sulmimeve. Voskopoja u sulmuar për shkak të përfshirjes së banorëve në revoltën greke të mbështetur nga perandoria. Shkatrimi i saj kulmoi me sulmet e 1788-s të trupave të Ali Pashës. Voskopoja u shkatrua nga këto sulme dhe një pjesë e tregtisë u zhvendos në Korçë dhe Berat. Por sot ne gjejmë një Voskopojë pothuajse të ndërtuar nga e para, duke përjashtuar disa objekte kulti që kanë rezistuar ndaj shkatrimeve deri në ditët tona. Dhe do të ndalemi tek ajo që është më kryesorja këtu. Kisha e Shënkollit është një monument kulture me rëndësi të veçantë kombëtare për vlerat e saj arkitektonike dhe artistike, të frymëzuar nga trashëgimia e kultit bizantin.
Monumenti përfaqëson edhe një dëshmi të prekshme të rëndësisë historike të Voskopojës. Kisha e Shënkollit është përfunduar në vitin 1721. Struktura konsiston në një ndërtim prej guri të tipit bazilikal me naos me kupol, narteks dhe hajat. Brendësia e kishës është dekoruar me piktura murale të ekzekutuara nga mjeshtri i shquar David Selenica dhe bashkëpunëtorët e tij Kostandini dhe Kristo. Për fat të keq, edhe pse fundjavë, kisha qëndron e mbyllur dhe ata që kanë bërë rrugë të gjatë për ta vizituar zhgënjehen plotësisht. Megjithatë, një shëtitje në Voskopoj është vërtet e bukur dhe në këtë qytet të gurt, tek i cili punimet karakteristike vijojnë, japin shpresë për një zhvillim të mëtejshëm të këtij vendi dhe një arsye më shumë se pse duhet të vizitojmë Korçën, por dhe Voskopojën.